Kuvendi I Republikës Shqipërisë në ushtrimin e kompetencave të veta kushtetuese dhe në përmbushje të rolit vetë si përfaqësues I vullnetit popullit shqiptar, shpreh shqetësimin e thellë për kërkesën përfundimtare të prokurisë speciale të dhomave të specializuara në Hagë ndaj drejtuesve të ushtrisë qytetare të Kosovës, zotrinjve Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Kuvendi I Shqipërisë, duke mbajtur parasysh të vërtetën historike të luftës qytetare të shqiptarëve të Kosovës, rithekson se ushtria qytetare e Kosovës ishte një lëvizje legjitime çlirimtare që luftoi për drejtat themelore të njerëzit, për liri, dinjitet dhe vetëvendosje të popullit të Kosovës, në përputhje me parimet e drejtës ndërkombëtare dhe Kartës Kombeve të Bashkuara. Kuvendi vren me shqetësim se kërkesa e prokurisë speciale rrezikon të krijojë një shtrembrim të rrezikshëm të historisë, duke barazuar luftën legjitime të një populli për mbjetesë dhe liri me krimet e regjimit serb të Miloševićit, I cili kreu spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit ndaj popullit të Kosovës. Për këtë, Kuvendi I Republikës Shqipërisë deklaron mbështetjen e plotë dhe të pakushtëzuar për drejtuesit e ushtrisë qytetare të Kosovës, të cilët ishin dhe mbeten përfaqësues të aspiratave të drejtat popullit të Kosovës për liri dhe vetëvendosje. Lufta e tyre ishte e drejtë, e mbështetur në parimet universale të drejtave të njerëzit. Kërkesën drejtuar dhomave të specializuara në Hagë, komunitetit ndërkombëtar dhe institucionet drejtësisë ndërkombëtare që deklarojnë pafajësinë e Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit përmes një procesi të drejtë dhe të panshëm, që respekton dhe nuk cënon dinjitetin e luftës qytetare të popullit të Kosovës, duke mos lejuar që instrumentet e drejtësisë të shndërrohen në mjete për rishkrimin e historisë apo për barazimin e viktimës me agresorin. Kujtimin ndaj bashkësisë ndërkombëtare se lufta e OÇK-s u zhvillua në kushtet ku regjimi I Miloševićit po kryente spastrim etnik, krime sistematike kundër njerëzimit dhe akte genocidiale ndaj popullatës civile të Kosovës dhe se ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999 konfirmoi legitimitetin e asaj lufte dhe natyrën kriminale të regjimit të Miloševićit. Vlerësimin e lartë për dëshmitarët ndërkombëtar të mbrojtjes si Wesley Clark dhe James Rubin, të cilët konfirmuan të drejtën e popullit të Kosovës dhe udhëheqësve të tyre për liri. Solidaritetin e plotë me popullin e Kosovës dhe me familjet e drejtuesve të OÇK-s, duke ritheksuar se kombi shqiptar qëndron I bashkuar në mbrojtjen e të vërtetës historike dhe të dinjitetit të luftës për liri. Dhe angazhimin për të ndërmarrë çdo hap nevojshëm diplomatik dhe politik në forume ndërkombëtare për të siguruar që e vërteta historike mbi luftën qytetare të Kosovës të mos cënohet dhe që drejtësia të ushtrohet në mënyrë të drejtë. Kuvendi I Republikës së Shqipërisë u bën thirrje institucioneve të shtetit shqiptar, institucioneve të Republikës Kosovës dhe diasporës shqiptare të qëndrojnë të bashkuar në mbrojtjen e së të vërtetës, dinjitetit dhe drejtësisë për popullin e Kosovës dhe për drejtuesit e luftës tyre shqiptare, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Kuvendi I Republikës Shqipërisë u rekomandon qeverive të Republikës Shqipërisë dhe të Republikës Kosovës të bashkëpunojnë dhe koordinojnë për denoncimin ndërkombëtar të krimeve serbe në Kosovë. Kjo deklaratë përfaqëson vullnetin unanim të Kuvendit të Republikës Shqipërisë dhe I transmetohet dhomave të specializuara në Hagë, Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Parlamentit Evropian, asambleve parlamentare të NATO-s, OSBE-s dhe Këshillit të Evropës, si dhe të gjitha qeverive, mike dhe partnere.